Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Imam Nawawiu në kapitullin rreth sinqeritetit ka përmend shumë hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht ka filluar, çu kemi përmendur më herët, me përmendjen e 3 ajeteve kuranore. Mirë po, se për këtë hadithe ka përmend 11 hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të cilat trajtohet kjo temë e sinqeritetit në forma të ndryshme. Hadithin e parë kemi sqaruar, tash është hadithi i dytë, hadithin të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi në sahihat e tyre, nga Aisha radiallahu anha, e cila thon se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yaghzu jayshun al-Ka'bah, fa idha kanu bi bayda min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." قالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس فيهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. Pra Aisha radiallahu anha transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar një ngjarje e cila do të ndodhë para ditës së Kiametit. Nuk është përcaktuar se kur do të ndodhë kjo, mirë po kjo ka të bëjë me një ushtri e cila do ta sulmon Qabën. Thot, një ushtri do ta sulmon Qabën dhe kur të arrijnë në vend që është cilësu këtu Bejda, dhe do të vjen me lejen e Allahut azza wa jall, se çka është për qëllim me fjalën Bejda, vend i hapur. Atëherë kur vinë në këtë vend, para se me mbërrinë në Mekë, thot do të shafit ata toka, do të gëlltit toka, do të përmbyten, do të shafiten në tokë kjo ushtri, të parët dhe të fundit të tyre. Domethënë e gjithë ushtria do të shafitet. Edhe Aisha radiallahu anha është çudit dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Çish ka mundësi që të gjithë këta njerëz që kanë ardhur me këtë ushtri me u shafit, Allah azza wa jall me bën një dënim, me dhënë të ndëshkim këtyre personave, ndërsa në mesin e tyre ka njerëz tregtar, njerëz nga masa gjan, njerëz të cilët nuk kanë ardhur për me luftu drejt për drejt." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se e gjithë kjo ushtri do të shafitet në tokë, mirë po njerëzit pastaj në ditën e Kiametit do të ngjallen edhe do të dalin për Allah azza wa jall në bazë të njetëve që e kanë pas. Njetet që e kanë pas. Kjo është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe këtu domethënë në bazë të njetëve njerëzit do të dënohen ose do të shpërblehen ose do të, domethënë, nuk e kanë tretmanin e njëjtë nesër në ditën e Kiametit, sepse dallojnë, ata nuk i kanë njetet e njëjta. Qabja është, dihet vlera e Qabës, është që e ka madhëruar Allah azza wa jall dhe ka cilësuar si shtëpi të Allahut azza wa jall, dhe në Kur'an edhe në Sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë përmendur shumë hadithe, shumë ajete ku në të cilat është përmendur vlera e saj, madhërimi që ka bëu Allah azza wa jall, dhe në cilën ka treguar se Ibrahimi alayhis salam me Ismailin alayhis salam kanë ngritë themelet e saj dhe Allah azza wa jall ka bërë kiblet e muslimanëve. Këtë Qabë në kohërat e mëhershme, në kohën kur ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ndryshe është edhe viti i elefantit, dihet në histori se në këtë vit ka ndodhur një sulm ndaj Qabës nga një i krishter me emrin Ebrahe, i cili kishte marrë një rrugtim të madh prej Yemenit dhe kishte shkuar për me shkatërru Qabën. Dhe kur kishin arrit aty në vendin Mughammas, i cili është një vend afër mes të Minas dhe Muzdalifës, atëherë ai elefanti që e kishin marrë kryesori dhe kishin tentuar nëpërmjet tina, domethënë me i parapri ai ushtrisë tyre, në atë vend stopohen dhe pengohet dhe nuk mundet me lëviz përpara, dhe pastaj ta tentojnë me shty përpara, nuk mundet, nuk don, ndërsa nëse rikthejnë, dihet domethënë se ai me të shpejt ka shku ka ardhur. Dhe pastaj Allah azza wa jall i ndeshkon këta njerëz, sepse kjo ka qenë një prej aty në mugjizave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se këtë Qabë Allah azza wa jall ka më dërguar një pejgamber i cili do të tërhet njerëzit, prandaj nuk është e përshtatshme që mu prish edhe mu shkatërru Qabja. Edhe pse përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në fund para se me ndodh Kiameti, Qabën do ta shkatërron një person nga Etiopia me emrin Dhut Sewi Katin, dhe i cili do të rënon këtë Qabë gur më gur. Mirë po, këtu ka përmend një
një rast tjetër, një sulm tjetër i cili do të ndodhë nga agresorë të ndryshëm, nuk ka përcaktuar se a do të jenë këta a janë musliman apo nuk janë musliman. Këta të cilët domethënë e sulmojnë Qabën. Po aki është më shumë domethënë e kuptueshme që nuk janë musliman, sa nuk mundet me ndodhë për muslimanit që me sulmu Qabën. Mirë po, ndoshta edhe me një te'wil të caktuar, disa për njerëzve kanë sulmu jo Qabën, po personat e cilët gjenden në Qabë, sigurisht që ka vepruar për shembull Haxhaxhi, i cili e ka sulmu Abdullah bin Zubairin, i cili është trehu në Qabë. Abdullah bin Zubairi, një pejprisë musliman dhe i cili ka shku në Qabë, pa shku në Mekë, dhe pastaj është nisë një ushtri nga Siria dhe një ushtri, domethënë në komandën e Haxhaxhit dhe disa prej komandantëve të tjerë, domethënë janë shku për me sulmu Abdullah bin Zubairin. Dhe në atë kohë kur ka qenë Abdullah bin Zubairi dhe kur pa shku kjo ushtri, është përmend ky hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse është menduar se për qëllim me këtë ngjarje, me këtë ushtri, e cila ka me sulmu edhe ka orë në disa transmetime se ka me sulmu një njeri nga Korejshet, i cili ka mos trehu në Qabë dhe pastaj ka me shafit toka, është menduar se është për qëllim kjo ushtria që ka orë nga Shami. Mirë po, ma vonë është vërtetuar se nuk ka qenë e vërtetë, sepse është kthy kjo ushtri, nuk është përmbyt, nuk është shafit në tokë. Po megjithatë, domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se tregon se një grup, një ushtri do ta sulmon Qabën. Nuk ka përcaktuar se kur ka më ndodhur kjo. Edhe nuk ka përcaktuar se çfarë ushtrie është. Mirë, po si duket është ushtri e madhe, edhe ka thonë kur shkojnë nuk rrinë në Qabë, mi bën në një vend Bejda. Tash ky vendi Bejda ka vende të ndryshme me emrin Bejda në Arabi Saudite. Bejda është duke dalë prej Medinës për me shku ka Mekja, mirë po e bjen knena ka Jembui, kush e din. Ka Jembui, domethënë ka kjo, domethënë mikati i Dhul Hulejfës, duke shku prej mikatit të Dhul Hulejfës, jo ka rruga tash e Mekës, mirë po ka një rrugë tjetër e cila çon ka Jembui, ka Bedri. Anena është një më herë se del prej Medinës, është vani Bejda. Është në një vend Bejda i thonë, është pak më larg, është me Mekë, mirë po në një vend tjetër. Nuk është për qëllim këtu Bejda me dad, mirë po është Bejda. Ky vani e thonë ndryshe edhe Dhatul Gjejsh, ku Aishës i pat hu pajfar vani, domethënë i asaj në çafores së saj, na? Ky është ai vani Bejda. Mirë po, vani Bejda ka kuptimin edhe të shkretirës së gjerë. Disa prej dietarëve kanë thonë se për qëllim me këta është ai vani në daljet e Medinës. Disa kanë thonë jo, është një shkretirë, nuk është e përcaktuar me ku. Po më rëndësi se në një vend ku është hapësira hapër, Allah azza wa jall ka mi shafit, edhe ka mi gëlltit toka, të këtë ushtri. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se domethënë të gjithë këta ka mi gëlltit. Në një transmetim të Sahih Muslimit ka ardhur se përveç dikujt i cili shpëton edhe i cili tregon pastaj njerëzve atë far haberin, lajmin se këta i ka gëlltit toka. Kjo domethënë do të shpëton një ose dy veta për mi tregu tjerëve se çka ka ndodhur. Për ndryshe të gjithë do të shafiten, të gjithë do të gëlltiten nga toka, si dënim nga Allah azza wa jall. Për arsye se Allah azza wa jall domethënë ka madhëruar Qabën, ka ndëruar Qabën edhe kushdo që mundohet me edhe synon me shkatru Qabën edhe me sulmu Qabën, atëherë ajo përfundimi tina është sikur se përfundimi i Ebrehes, është sikur se përfundimi edhe këtyre personave. Kjo do të ndodh Yaqzu Jayshun al-Kaaba. Do të thotë se nuk është për qëllim ai rasti i Ebrehes kur e ka sulmu Qabën. Nuk është për qëllim, por do të vjen më vonë. Po ashtu nuk është për qëllim ai rasti kur do të shkatërrohet Qabja në duart e atina Dhusewi Katini, i cili do të shkatërron Qabën përfundimisht, sepse kjo domethënë do të jetë pak para kohës Kiametit kur edhe nuk ka pas më musliman, kur kanë me praktikë Qabën. Mirë po do të jetë në një periudhë kohore pacaktuar, po është përmendur këtu. Dhe këtu është përmendur se të gjithë do të shafiten. Aisha radiallahu anha kur e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se në mesin e këtyre ka tregtar, aswaquhum. Disa prej dietarëve kanë thënë është për jam shëllim tregtar, domethënë ata të cilët nuk kanë shku me luftu drejt për drejt. Mirë po njerëzit që mirën me tijaret. Disa kanë thënë
këto janë për qëllim masa e gjerë, nuk janë për qëllim tregtar, por masa e gjerë, domethënë po ashtu edhe të cilët kanë shkuar por nuk e kanë për qëllim luftën. Në disa prej transmetimeve ka ardhur të Sahihun Muslimit, mesin e këtyne ka njerëz që jo është imponu dalja e tyne, domethënë ka marrë me zar. Dikush prej kopja e tyne që kanë shkuar qëllimisht me sulmu Qabën, edhe në disa në një transmetimin përmendet se edhe ka disa njerëz si udhëtar, të cilët se kanë pas, po ka qëllu ashtu rrugës, se kanë marrë hajde po shkojnë edhe ata kanë hinë atë farë ushtri. Allah Azza wa Jall i dënon, kam i dënu, kam i ndëshku duke i shafit e tokë, sepse domethënë qëndrimi i tyre u koni keq. Mirë, po këto është përmendur se njerëzit pastaj do të ringjallën bazë të nijeteve të tyre. Edhe Aisha radhiyallahu anha ka përmend këtë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka tregu, Aisha radhiyallahu anha jo që ka kundërshtu ato që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po qëllimi i saj ka pas me qartësu disa çështje, se nganjëherë njerëzit në jetën e përditshme kur që përmenden ndonjë tekst nga Kurani ose hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata nganjëherë mundën me pas pa qartësi, edhe me kërku qartësi pak më shumë, edhe mesin e këtyre u kon Aisha radhiyallahu anha, e cila i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se qysh edhe këta të cilët nuk e kanë shkuar me luftu paje, i cili kanë imponuar, ai tjetri i cili është person i cili ndoshta veç e kanë marrë ashtu. Atëherë të gjitha ka thënë po, dënimi, domethënë i përshkon të gjithë. Dënimi i përshkon të gjithë. Për këtë arsye ka ardhur edhe në ajet koranor, se për këtë dënimit të përgjithshëm. Ka thënë Allah Azza wa Jall wattaqu fitnatan la tusibanna dhalamu minkum khassa. Domethënë keni frikë një fitnë, keni frikë një ndeshkim, i cili nuk do të godet vetëm ata të cilët janë zullumçar për juve. Po domethënë është dënimi i përgjithshëm, se kur zbret dënimi i përgjithshëm, ai i përfshin, i përshkon të gjithë, edhe ata zullumçarët edhe ata jo zullumçarët. Dhe këto ka dietarë kanë marrë për këtina hadithe, shumë dietarë si kurse Ibn Hajar edhe të tjerë kanë nxjerrë për këtina hadithe se njeriu nuk dohet me përkrah zullumçart, nuk dohet me përkrah kriminalt, nuk duhet me miratu ato që i bojnë ata, sepse për ndryshe rrezikon që me përfundu bashkë me ta, me kap ai dënim. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Domethënë thot Allah Azza wa Jall, mos anoni ka zullumçarët. Nga zullumçarët, sepse pastaj për ndryshe do t'ju përshkon zjarri, do të kap zjarri, do të godet zjarri ose do të ju përshkon juve zjarri. Pra për këtina hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po ashtu çka përmban ajo është se njeriu e ka të ndaluar ose është rrezik, po ashtu edhe ka të ndaluar që bi përkrah kriminalt ose me u shoqëru shumë me ta, saqë më nuk kuptu që po anon ka ata ose pi më raton ato veprat e tyre. Se për ndryshe është rreziku që me godit ata ai dënimi që i ka godit ata kriminalt. Mirë po në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtu thumma yub'athuna ala niyatihim, disa prej dietarëve përmendin thotë se është një çështje me rëndësi që duhet me pas kujdes, sidomos për muslimanin i cili ka mësuar ose ka lexuar diçka rreth çështjeve të akides dhe çështjeve të tekfirit. Se këtu, domethënë fillimisht, nëse themi për shembull se këta janë kon jo musliman, dhe kanë shkuar me sulmu Qabën. Domethënë është në shikim të parë duket vepër e kufrit. Ka pas njerëz të cilët domethënë nuk janë kon pe këtyne, tregtar, njerëz të ndryshëm, dhe a e kanë të gjithë tretmanin e njëjtë, a e kanë të gjithë nesën ditën kur do të ngjallën për Allah Azza wa Jall, a do të meritojnë dënimin? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yub'athuna ala niyatihim. Këta do të ringjallën në saje të nijeteve të tyre që kanë bërë. Dikush ka shku për me sulmu Qabën, me shkatru Qabën, mirë po dikush tjetër ndoshta vetëm ka qenë i imponuar, dikush tjetër ndoshta se ka pas për qëllim. Për këtë arsye marrim dietarët të nxjerrë për kësaj se muslimani, edhe pse mundet që me lexu disa prej atyne negacioneve të Islamit ose ato gjërat e cilat qesin njeriu në fesë, edhe me ditë, edhe pastaj sikurse këto, domethënë në shikim të parë duket se domethënë kjo vepër është e kufrit. Mirë po, duhet me pas shumë kujdes, edhe duhet me ndal shumë në ato se a është ky person që e meriton atë apo nuk e meriton atë, domethënë shpallën e tij nëse jo musliman apo jo. Sepse nesa ka më ngjall pra
në bazë të njetit të ta njerëzit kanë ngjallë në bazë të njetit të tyre, që do të thonë disa prej tyre, baki Allah azza wa jall, do të thonë nuk kanë ndëshku, se nuk e kanë pasur për qëllim ose për arsye të ndryshme që i përmendëm edhe të cilat janë përmendur disa transmetime. Për këtë arsye njeriu duhet më mësu rregullat e tekfirit, duhet më mësu edhe çështjet të cilat qesin njeriu prej fesë, mirë po kur vjen te personat e caktuar, atëherë duhet më pas shumë kujdes, sidomos nëse ai nuk i ka mësuar mirë, i duket ndoshta që i ka mësuar disa për çështja më mirë, kur nëse nuk i ka mësuar mirë, atëherë ndodh që me etiketu tjetrin, me e shpall tjetrin si jo musliman, ndërsa ai nuk e meriton, e pastaj bëhet sebeb kjo që baki me marrë një gjinat madh që edhe mos zbraps nga aja fetaria që ka pas ai për shkak të shpallës së tjetrit jo musliman me pa të drejtë. Kjo është pra hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilën është përmendur domethënë rëndësia e njetit. Rëndësia e njetit se njerëzit domethënë dallojnë njëri mes tjetrit, edhe pse në shikim të marrë duket vepra e njëjtë, mirë po dallojnë njëri mes tjetrin, domethënë me në saje të njetit. Është një tjetër hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se këta e komentum, është një hadith tjetër i cili po ashtu ka të bëjë me niyetin që ka përmend Newawi rahimahullah në këtë libër. Hadithi është la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun niyya wa idha stunfirtum fanfiru. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që ne transmeton Aisha radhiyallahu anha, dhe të cilën e ka transmetuar Buhariu dhe Muslimi, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka hijrat pas çlirimit të Mekës. Mirë po ka luftë në rrugën e Allahut azza wa jalla dhe niyet, dhe kur të thirreni për të dalë në luftë atëherë dilni. Nuk ka hijrat. Domethënë kjo është një prej haditheve që flet për hijretin. Në hadithin e parë po ashtu është përmendur hijreti. Dhe kemi sqaruar se çka do të thonë hijreti, po nuk është problem edhe një herë me e përmend se çka do të thonë fjala hijret. Fjala hijret e ka kuptimin e braktisjes së diçkaje. Disa prej dietarëve kanë thënë, kur e kanë thënë për kufizimin e hijretit, kanë thënë disa prej dietarëve kalimi prej një vendit jo musliman në vendin islam. Do të thonë braktisja e atij në vendin jo musliman në vendin islam. Duke shkuar në vendin islam. Mirë po disa prej dietarëve kanë dhënë një përkufizim pak më gjithëpërfshirës, për arsye se këtu kanë dashur mi përfshi edhe ata të cilët kanë bërë hijret në Habeshe, domethënë në Abisinia, ata muslimanë të parë që kanë shkuar prej Mekës në Habeshe, në Abisinia. Ata nuk kanë shkuar prej një vendit jo musliman në vendin islam, sepse Habeshe ka qenë po ashtu vend jo musliman. Mirë po kanë shkuar për arsye se nuk janë qenë sigurt për imanin e tyre, për praktikimin e fesë të tyre. Pra nuk janë qenë sigurt, janë qenë të friksuar, dhe për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka leju. Për këtë arsye disa dietarë thonë se maudhës është me thonë kalimi prej një vendit jo të sigurt, që është rrezik për besimtarin me nëse ai e shfaq fenë e tij në haptazi, është rrezik që më përfundu në burg ose me ndalu shumë prej gjërave, në një vend pak më të sigurt, që më përfshi të dy hijretet. Mirë po, këtu me fjalën hijret është për qëllim më shumë hijreti prej Mekës në Medinë, sepse fjala hijret ka ardhur në kontekste të ndryshme. Domethënë hijreti i shpërngulja e muslimanëve prej Mekës në Abisini, hijreti i parë dhe i dytë, pastaj hijreti në Mekë dhe hijreti tjetër i cili ka me vazhdu deri në ditën e Kiametit. Për këtë arsye, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë s'ka mo hijret prej Mekës pasi që është liru Mekja. Mirë po, ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam a bën dash me atë hadithin tjetër, në cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la tanqati'u al-hijra hatta tanqati'a at-tawba wa la tanqati'u at-tawba hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Nuk përfundon hijreti derisa pra domethënë përfundon pendimi, domethënë përderisa ka pendim që Allah azza wa jalla pranon pendimin, atëherë ka më pas gjithmonë hijret. Dhe nuk përfundon tauba, nuk domethënë çështja e taubës, pranimit të taubës, vetëm sa atëherë kur perëndon dielli prej perëndimit. Sipas këtij hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se mos ka hijret, sepse ka ardhur në
në aspektin e përgjithshëm, nuk ka hijrat pas Mekës, pas çlirimit të Mekës. Atje hadithi tjetër thotë se hijreti ka me vazhdu vazhdimisht, përderisa ka pranin të tëubes, domethënë përderisa nuk lind dilli nga perëndimi, ka me pas gjithmonë hijrat. Atëherë çish mi bashku këtu hadithe? Disa prej dietarëve janë munduar mi bashku në forma të ndryshme mirë, por ajo çka është më saktë është se nuk ka hijret prej Mekës drejt Medinës pas çlirimit të Mekës, për arsye se tash Mekja është bërë vend islam. Problemi në atë kohë ka qenë se Mekja ka qenë jo muslimane, për arsye se mushrikët janë ata të cilët e kanë zotruar atë vend dhe aty, domethënë muslimanët janë persekutuar, s'kan mujt me shfaq fenë e tyre, për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka udhëzuar që ka obliguar me bëj hijret në Medinë. Mirë po, pasi që është liru dhe pastaj të gjithë musliman, atëherë s'ka nevojë, nuk ka më hijret prej Mekës drejt Medinës. Edhe përfundon më çështja e hijretit, për të cilën kanë ardhur tekste të ndryshme nga Kurani, nga hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregojnë atë vlerën e madhe të hijretit. La yastawi minkum men anfaqa min qabl al-fath wa min qabl al-fath wa qatil. Domethënë nuk është i njëjtë ai i cili ka dhënë sadaka para fethit, para çlirimit të Mekës dhe ka luftuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk është i njëjtë ky njeri i cili ka pranuar Islamin, domethënë para çlirimit të Mekës me ata njerëz të cilët kanë pranuar Islamin pas çlirimit të Mekës. Domethënë nuk janë të njëjtë. Dhe këta e kanë marrë epitetin që janë muhaxhir. Domethënë muhaxhirët prej të cilët kanë pas të obligueshëm me shku në Medinë. Pa më parasysh pe aty në banorët e Mekës ose aty që kanë qenë për rreth Medinës, pe beduinëve ose pe fisëve të tjera që kanë pas për detyrë me shku dhe me bëj hijret. Edhe ka ardhur domethënë në hadithe të ndryshme se çfarë shpërblimi i madh. Pra, me fjalën hijret, këtu është për qëllim, domethënë hijreti prej Mekës në Medinë nuk ka më për arsye se vendi Mekja është bërë vend musliman dhe disa dietarë kjo është kanë thënë se domethënë një profeci e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe një çështje që do të thotë se Mekja gjithmonë ka qenë vend musliman, asnjëherë s'ka qenë vend i shirkut, edhe vend jo musliman, për arsye se ka ardhur në hadith pejgamberit alaihi wasallam se s'ka më hijrat pas çlirimit të Mekës, domethënë Mekja më gjithmonë ka qenë vend musliman. Mirë po, pastaj thot hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka me qenë, domethënë ka me pas lufta në emër të Allahut azza wa jall, ka me vazhdu dhe kjo ajo është e cila domethënë do të më plotësu kushte për me qenë lezetësume dhe pastaj për këtyne që ka në fund të hadithit, domethënë kur kërkohet nga juve mobilizimi, kërkohet nga juve, sidomos nga prisi muslimani, si dhe thret musliman, për arsye se kanë ose të rreziku për shembull edhe shpall një luftë e cila është e lezetësume, edhe thret musliman me dalë edhe me luftu për hir të Allahut azza wa jall, atëherë ata duhet me dalë edhe me përgjigj ftesës se atij. Këtu po ashtu është për qëllim, pra çështja me këtë përmendjen e këtij hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është çështja e niyetit, domethënë çështja e niyetit ku është përmendur çështja e niyetit dhe se vepra vlerësohen sipas niyetit. Mirë po, këtu do ta përmendem një çështje që ka përmendur Ibn Qayyim rahimahullah, ka një libër, një broshurë ose një libër të vogël që quhet Ar-Risale Tabukiyye, dhe në cilën aty e përmend hijretin. Mirë po, ai përmend hijretin në një aspekt tjetër. Sa thotë, ka shumë për njerëzve të cilët mundohen me mësua ato rregullat e përgjithshme, dispozitat e hijretit, kur është vajib, kur nuk është vajib. Kemi përmend hadithin e parë. Mirë po, më shumë thotë i kushtojmë vëmendje kësaj se sa hijretit drejt Allahut azza wa jall dhe drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky hijreti drejt Allahut dhe drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është më i rëndësishmi. Shumë njerëz thotë ndoshta ndodhet që me bëj hijret për një vendet jo musliman, në vend musliman, për arsye se s'ka mundësi me apliku fenë, s'ka mundësi me shfaq fenë e tina, mirë pas ka bëj hijret me zemrën e tij. Nuk ka bëj hijret me zemrën e tij. Nuk ka bëj hijret te Allah azza wa jall dhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj e shëron në këtë libër se sa do të thonë hijreti drejt Allahut azza wa jall. Do të thonë prej dhe deri ku, do të thonë fillimi dhe mbarimi. Do të thonë braktisja
e diçkaje, do një dashuri tjetër pas Allahut azza wa jall, duke e dashur vetëm Allahun azza wa jall. Praktikja e diçkaje ose diçka që njeriu i nështrohet dikujt tjetër pas Allahut azza wa jall, duke u nështruar vetëm Allahut azza wa jall. Praktikja e frikës, shpresës, tevakulit ndikon tjetër pas Allahut azza wa jall, pastaj duke kaluar vetëm duke pas frikë vetëm Allahun azza wa jall, duke shpresuar vetëm tek Allahu azza wa jall, duke pas tevakul vetëm tek Allahu azza wa jall. Kjo është kuptimi asaj në hijretit tek Allahu azza wa jall. Dhe thotë kjo është kuptimi edhe i ajetit kuranor, ku thotë Allahu azza wa jall, fafirru ila Allah, ikni drejt Allahut azza wa jall. Do të thonë bëni hijret tek Allahu azza wa jall me zemrën, duke u munduar që mi praktikë të gjitha çështjet që pengojnë drejt rrugtimit tan drejt Allahut azza wa jall, praktikoni të gjitha ato. Prandaj edhe nështrojeni vetëm Allahut azza wa jall. Dhe ndërsa kuptimi i hijretit drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që do të thotë se shumë prej njerëzve pretendojnë se janë që kanë bërë hijret te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po në të vërtetë kjo është vetëm ajo që pretendojnë njerëzit. Në të vërtetë ka kuptimin se çdo fjalë, vepër ose besim që ka njeriu duhet me qenë, domethënë, në përputhje me sunetin e pejgamberit alayhis salam. Nëse dikush për shembull për njerëzve thotë Ibn Qayyim në kuptim, sepse kush dëshiron me e lexu ose në arabisht ose ndoshta edhe ka ndonjë që janë përkthy, mirë po ajo që ka përmendur Ibn Qayyim rahimahullah thotë shumë për njerëzve. Në anën tjetër thotë po bëj hijret me zemrën time drejt pejgamberit alayhis salam, duke marrë për bazë sunetin e tij. Andë të vërtetë ai njeri hala është në ato zakonet e vjetra, nuk i lën zakonet e tina të vjetra. I merr për bazë ideologjitë të ndryshme, ose liderin, më shumë ngon liderin e caktuar, sesa nëse i thuhet një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më shumë e respekton një fjalë të dikujt në ndonjë filozofi ose ndonjë urtaku kur vjen ai ndesh me hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bile thotë Ibn Qayyim rahimahullah, në fund thotë se sa njerëz kishin gjejnë pakënaqësi në shpirtat e tyre rreth disa dispozitave që kanë ardhur në hadithet e pejgamberit alayhis salam. Shumë për njerëzve kishin dashur mos me ekzistuar ato dispozita, kishin dashur mos me ardhur ato hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në të vërtetë pretendojnë se pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ose bën hijret me zemrat e tyre drejt pejgamberit alayhis salam. Sa për njerëzve, zemrat e tyre kishin dashur mos me ekzistuar ato. Për shembull çështja e mbulesës ose çështja e shumë çështja që kanë ardhur në hadithet pejgamberit alayhis salam, kishin pas shef ata, ndoshta nuk e shprehin me gjuhët e tyre, mirë po zemrat e tyre, sikurse një farë vështirësi, një farë pakënaqësie që pse gjenden ato në hadithe, pse kanë ardhur ato në hadithet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky nuk ka bëj hijret te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me zemrën e tij, sepse nuk e ka marrë si, pejgamberi alaihi wasallam se ka marrë si shembull, si model, si njeriu i cili duhet me u kthy të gjitha ato kundërshtimet njerëzve që kanë mes tyre te pejgamberi alaihi wasallam që nuk kuptonte suneti e tij. Dhe kjo është, që ka përmendur Ibn Qayyim, kjo është një hijret tjetër. Dhe kjo është ajo dhe mul muhajiru men hajra men ma naha Allah anhu, që ka ardhur në hadith pejgamberit alayhis salam, muhajiri i vërtet është i cili e ka braktisë ata që Allah azza wa jalla ka ndalu. Ky është komentimi i këtij hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.